Sot do ju marrë në një ditë pune me mua. Bëra një dush, tani do bëj një masë të fytyrën. Këtë do ta mbaj 15 minuta. Okej, rikthehem kur ta kem hequr. Do përdor këtë të treja, unë nuk i bëj asnjëherë skip këtyre 3 hapave për flokët. Dita sot konsiston në këtë punë me bizneset. Jam e lirë nga salloni, Ke procesi pariku, flokët I thava, kam shumë vap. Ju kujtohet kjo njolla kafe për të cilën ju kam folë të hunda, kam marrë këtë serumin nga Eucerina që është antipigment, kam marrë edhe larsin e kësaj dhe mendoj që më ka dhënë rezultat. Disi ma ka zbutur këtë njollën që kisha këtu në hund, ishte më masive. Këtë e vendos gjithmonë të parën, pastaj vazhdoj me hapat e tjera të skincare-it. Hidratanti ky nga Embryolisse dhe kremi dielli ky nga Eucerina. Edhe flokët I shtriva, tani do vendos pak SPF-n, do vendos pak concealer edhe do iki. Unë vetëm concealer vendos e asnjë gjë tjetër dhe pak lip gloss. Pak jashtë teme kjo po shikoj atë She's on Top edhe kam një antipati për atë Franceskën. Nuk e di, e ke parasysh këta njerëzit që u hipën vetja shumë qejf edhe u duket sikur vetëm këta kanë arritur majat apo vetëm këta kanë arritur shumë e gjithë të tjerë duhet I shkelin me këmbë. Mënyra se si u drejtohet ajo vajzave, për kuriozitet futuni dhe shikojeni një herë, një arrogancë të papar, jeni skandaloze. Ky photoshooting ishte katastrofë. Do me thënë kjo mënyre të folë avash, Miçeska? Avash? Po kur thot, kam një karrierë shumë të madhe, unë si fotomodele, as I modele qa drejqin është. Një 21 vjeçe. Nëse nuk e di unë sa vite e konsideron ti në atë tënde që karriera të quhet shumë e madhe, po nëse 11 vjeçe ke bërë sfilatat e lagja me shoqet, nuk do të thotë që quhesh modele dhe bësh pjesë e karrierës dhe ajo, apo I futi dhe këto. Ose kur u thot më kujtohet në një puntat që u thoshte, pse nuk bëni ju foto të inspiroheni nga njerëz të tjerë profesionistë të kësaj fushe, të kishit bërë një foto me një pjatë pasta. Ja, unë në profilin tim kam foto të tilla, po jo moj Francesca, nuk duan ato të bëjnë foto si ty, nuk je ti idhulli atyre. Ato nuk frymëzojnë, inspirohen nga ty. Ato duan të bëjnë ato që duan ato. Pse duhet të kopjojnë ty ato? Kush je ti? E ti Francesca veten, Georgina Rodriguez. Edhe duhet të frymëzojnë njerëzit nga Francesca. Jo. Nobody cares about you. Bjerë një qik me këmbë se modelet I me karrierë super të madhe 21 vjeç. Ka bërë të poza Francesca me degat e ullirit në lagje edhe I duket vetja sikur ka shumë vite që është modele. Po, ke 3 muaj e 27 ditë. Se që të quhesh një person me shumë vite karrierë, të duhet një minimum 10 vjeçar, moj Francesca e dashur, dhe nuk të nevojitet babi nga mbas që të ndihmoj me këto arritjet e tua. Si ndryshe nga shumica e vajzave që I kanë arritur vërtet vetë. Nëse në shet këto, pastaj prallat. Jo po unë I kam arritur vetë në 19 vjeçe, jam bërë unë Miss Univers. Këto janë pralla që kur të kesh pasqyrën para tregoj. Nejse, I ka ju pus.